Në prag të festës së Fitër Bajramit, besimtarët musliman bëjnë bamirësi tek familjet me probleme ekonomike, duke dhuruar pako me ushqime të shportës apo edhe vlera monetare për të plotësuar kështu një kusht thelbësor të muajit të Ramazanit, që është sadakaja e fitrit. Sipas imamit Dritan Shao, kjo bamirësi vjen nga që edhe vetë profeti Muhammed ka qenë bamirës, ndërsa shton se bamirësia ka shumë të mira për atë që e jep. Profeti Muhamedi a.s. ishte bujar, por kur vinte muaji Ramazan ta ishte akoma dhe më bujar. Dhe çdo besimtar dhe besimtare e kanë treguar bujarinë e vet dhe devotshmërinë e vet në këtë agjërim, duke bërë sa më shumë bamirësira, duke shtruar iftare, duke dhënë sadakara të ndryshme, duke dhënë ushqime për të varfrit, duke u munduar të bëjmë vepra sa më të mira. Dhe një nga këto vepra që e mbyll Ramazanin, këtë muaj të begat, është edhe dhënia e sadakatul fitrit. Më shumë se 3.5 ton ushqime janë shpërndar vetëm nga 2 xhamit e Pogradecit, sasi e cila duhet të shkojë në çdo familje nevojtare para faljes së namazit të Bajramit në mëngjes. Feja jonë islame është fe e cila nxit solidaritetin, është fe e cila nxit që të jemi në ndihmë të njerëzve të cilët kanë nevojë. Dhe ne në ditën e festës së Fitër Bajramit, me grumbullimin e sadakas të fitrit, bashkë me një grup të besimtarëve të cilët u angazhuan me mbledhjen edhe me shpërndarjen e kësaj, synojmë që të gëzojmë çdo familje e cila është në nevojë. Me dhënien e sadakas dhe agjërimin e plotë të Ramazanit, muslimanët lënë pas një muaj të shenjtë me shpresë se agjërimi dhe lutjet e tyre gjatë këtij muaji do të jenë të pranuara tek Zoti.